lirimit të Istogut, pak qaste më parë këtu në oborin e shtëpisë së kulturës pikërisht në këtë qytet u bë dhe përurimi i shtatorës së heroit Selman Kadriaj, hero ky i cili në vitin 1938 vrau komandantin serb Milić Krstić, i cili siç u tha, pikërisht në këtë vend në atë periudhë kohore, kudo që ka parë të rinje të reja i ka vënë në shënjestër dhe të njëjtit i ka vrarë. Rrjedhimisht kjo ka bërë që i njëjti pra Selman Kadriaj të veprojë në këtë aspekt dhe të njëjtin ta vroj. Pikërisht këtu pranë vetës për të diskutuar më tepër rreth kësaj ngjarjeje e kam nipin e Selman Kadriajt, Artan. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. A mundeni fillimisht të prezantoheni? Unë jam Artan Hasanaj, jam nipi i Selman Kadris, djali i djalit, Jashar Selmanit. I nderuar, a mund të na tregoni se si kujtohet sot Selman Kadriaj? Jo vetëm sot, po gjatë gjithë kohës prej aktit kur gjyshi jon Selman Kadriaj ka bërë aktin vrasjen e mjezorit madh Milić Krstić, populli shqiptar e ka marrë gjallë me këngë, me vizita, me gjitha na ka nderuar shumë dhe ne jemi falendërues për Istogun, për gjithë Kosovën edhe gjithë trojet shqiptare. Pikërisht sot u bë edhe përurimi i shtatorës së tij. Në fakt, çfarë ndjenje që për juve si familjare dhe kjo ka qenë ide juaja apo ideja e komunës që të bëhet përurimi i kësaj shtatore pikërisht në ditën e çlirimit e pashtu edhe në këtë vend? Po, ideja është edhe e komunës, bashkërisht e kemi marrë me familje, po unë du të falenderoj, pak të kthehem mrapa, du të falenderoj fillimisht deputetin Bek Berisha që e ka marrë një iniciativë për shpalljen hero të Selman Kadris gjatë kohës së ish presidentit Thaçi, dhe nga ajo iniciativë e deri te ky moment ku jemi sot është iniciativë e tij, që jam shumë falendërues, edhe gjithë kuvendi komunal, kryetari Ilir Ferati, gjithë zbashku edhe mendimin e familjarëve tonë në Amerikë edhe farefisin gjithandej jemi ardhur deri këtu, edhe është si rezultati të gjithëve bashkë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për jush, faleminderit shumë. Pra në fakt pikërisht sot në ditën e çlirimit ka pasur edhe aktivitete të tjera këtu në komunën e Istogut, një nga i cili pas kësaj ngjarje është edhe përurimi i varrezave të dëshmorëve në fshatin Vrellë. Ne sigurisht do ta përcjellim edhe këtë ngjarje dhe të gjitha detajet e tjera do t'i sjellim në një kronik më të zgjeruar në edicionin qendror të lajmeve.